Trajner, në qerekun e parë arritët të shkoni baraz 20-20, por qereku i dytë, 35 pikë të pranuara, që nga qereku i dytë PA e mori kontrollin e ndeshjes. Çka ndodhi sipas juve dhe pse nuk arritët të rezistoni më tepër se sa vetëm në qerekun e parë? Po, është fakt, mendoj që qereki i dytë ishte vendimtare për fatin e kësaj ndeshje. Edhe qereku i tretë ishte diku me afro 5-6 pikë. Në qerek do ma shka mujtë më arritë sot me bërë qerekun e katërt ta fitoj me 26-18, edhe kjo t'jem objektiv falë që trajneri PS futi stolin edhe na pata mundësi pak më rikthym duke deri në 12 pikë. Mendoj që po kena mungesë të energjisë, nuk po jena shumë pasiv në mbrojtje, sidomos pozita 5 po na çalon shumë. Do jena në këto 3 ndeshjet e fundit mos gaboj, edhe ato të katërt në cilën e fituam e borën çdo ndeshje po përfundoi me -20 kërcime më pak se kundërshtari. Besoj që kjo ka qenë për çdo në qerek parë filluam me një farë presingu zonal dhe aplikum një zonë 2-3 të mirë, duke e kam ditë që kanë me na sulmu në pjesën e lyer, edhe gjë që arritëm, edhe mendoj që është 40 pikë kena marrë në reket, po çdo herë ndeshjet që unë e luaj çdo herë ndodhin disa çuditëra, me thonë, sot ishte një ditë e mirë shumë e shutit të skuadrës së PS, që afro diku mbi 40% ka shutu. Ishte lojtari Jon Art Hajdari dhe... A është çudi Arti me thonë që shumë treshe e ke pas lojtar, edhe unë e thash në komentim trajner që Arti e një mirë këtë sallë, edhe din me thonë shumë treshe. Me thonë drejtën nuk më dhem zemra shumë. Kur, unë edhe në pjesë parë, me një farë sarkazme të Ardani dhe këqyre mëre, ishte lojtari ytë, thash ka bëtë bënë. Unë i thash ma mirë, aj me na mujtë, se me na mujtë tjerë, që unë jem çdo herë i lumtur edhe i kënaqur Arti kudo që performon mirë, ose e di që është një kontribut im në vitet e të kalum, që e ka qenë në urdhat mia, e shpresoj edhe ndeshjet të ardhshme që forma po i rritet. Nuk po du me zgjat ma shumë, ekipit PS i uroj fitoren e meritume. Na tash që kemi edhe 5 ndeshje, gjërat nuk janë duke shkuar ashtu siç kemi dashur, edhe pse nuk e di çka ka ndodhur ndeshjen Prishtina me Borën, nëse skuadra Borës ka humbur, jena akoma në lojë, nëse kanë fituar, më të them që çka është përfunduar, po na sidoqë të jetë, do të vazhdojmë të japim basketboll të mirë. Ky roster ka me luajtë deri në fund, do ta ruajmë integritetin e basketbollit, po marr parasysh edhe nëse bim, nuk do ta përgjithsojmë, nuk i largojmë tuajt. Do të luftojmë deri në fund. Faleminderit shumë trajner. Ju uroj sukses në vazhdim.